Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Detyrës Republikës Kosovës Albin Kurti, para inspektorëve të arsimit vlerësoi përpjekjet dhe angazhimin e tyre duke rikujtuar sfidat me të cilat është përballur ky institucion ndër vite. Ai tha se për një periudhë të gjatë inspektoriati ka funksionuar me vetëm 25 inspektor, një numër që sipas tij nuk përkon me nevojat reale të sistemit arsimor në vend. Ai tha se si rezultati i angazhimit të qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit janë shtuar 22 inspektorë të rinj, të cilët do të forcojnë më tej praninë dhe mbështetjen në terren për institucionet arsimore në vend. E di mirë se inspektimi nuk është detyrë e lehtë. Kërkon profesionalizëm, ndershmëri dhe përgjegjësi. Por në këtë mision fisnik ju nuk jeni vetë. Qeveria do të vazhdoj të mbështes me trajnime cilësore, me përmirësim të kushteve të punës dhe me vlerësimin që e meritoni. Sistemi arsimor dhe përparimi në arsim varet shumë prej institucionit tuaj që ju e përbëni. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Florian Binaj është kandidat i opozitës për kryetari i Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Partisë Demokratike në deklarat për mediat nga Selia Blu për krau kandidaturën e Binajt. Sali Berisha ftoi aleatët dhe opozitarët qytetarë të mbështesin si një kandidaturë që i bën der çdo qytetari dhe kryeqytetit në vend. Do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Deklarata e Berishës erdhi pas mbështetjes që i dha Adriatik Llapaj nga Shqipëria bëhet kësaj kandidature. Florian Binaj do të kandidojë përballë ministres aktuale të arsimit Ogerta Manastirliu. Kryeministri Edi Rama shprehur optimist për mbështetjen që gëzon kandidatura Ogerta Manastirliut për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Gjatë emisionit të tij në podcast Flasim, Rama tha se nga të gjitha anketimet dhe në të gjitha rrugët e testimit të opinionit, Manastirliu është kryetari e Bashkisë që shumica donte me diferencë nga çdo lloj emri tjetër që është testuar, ndërsa Ogerta Manastirliu falenderoi për besimin dhe e cilësoi kandidimin për Tiranën si një sfidë historike. Përgjegjësia që mua më është ngarkuar për të çuar përpara transformimin e Tiranës është një përgjegjësi që e mbaj mbi supe, jo vetëm. Skuadra ka rëndësi, suksesi është i skuadrës, nuk mund të jetë e njeriut. Historia ime nuk është një histori e parashkruar, është një histori besimi. Patjetër nga ju, që më keni njohur përmes punës, nga njerëzit me cilët kam punuar në shumë sektor dhe mbi të gjitha nga qytetarët. Në Tiranë do të zhvillohen zgjedhjet e pjesme lokale më 9 nëntor, datë dekretuar nga presidenti Bajram Begaj edhe për bashkitë e Vlorës, Beratit, Matit e Pelenës dhe Cerrikut. Kandidati i vlen për kryetar të komunës Shajirit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti shpalosi nismën për vendosjen e ashensorëve në të gjitha ndërtesat e vjetra në Çajir, që nuk kanë të tillë. Në prag të zgjedhjeve vendore, zëvendës kryeministri dhe kandidati për kryetar komune premtoi se ekipet inxhinierike janë në terren dhe po kryejnë vlerësime teknike të detajuara për secilën ndërtesë me qëllim që të përcaktojnë zgjidhjet më të mira dhe më të sigurta për instalimin e ashensorëve. Analiza fillestare tregojnë se ekzistojnë kushte teknike, pa pasur nevojë për ndërhyrje të mëdha për të ndërtuar dhe instaluar 81 ashensor në 81 hyrje të 31 ndërtesave. Gjithashtu po punojnë dhe për vlerësimin e të gjitha objekteve të tjera kolektive të banimit, deklaroi Izet Mexhiti. Kandidati i AKI-s për kryetar të komunës së Çajirit, Bujar Osmani, prezantoi projekte sportive të parashikuara në programin e tij zgjedhor, duke theksuar se prioritet do të jetë rivitalizimi i plotë i infrastrukturës sportive dhe krijimi i zonave sportive të përdorshme për të gjithë qytetarët. Osmani paralajmëroi se fillimisht do të nisë me rikonstruksionin e sallave dhe terreneve ekzistuese sportive me qëllim që ato të bëhen sërish të qasshme për sportistët dhe qytetarët e Çajirit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.